këshilltarët komunal të komunës ka 2 vite e tepër që nuk kanë paga. Do ta shlyeni borxhin edhe çfarë besimi ose çfarë siguri u jep këshilltarëve të ardhshëm, duke marrë parasysh që ju nuk I keni kryer edhe obligimet elementare të... Mirë, Komuna e Zherinës ka pas sfidën e vet me çështjen e xhirollogjarisë bllokuar të borxheve që kemi trashëguar. A e keni ende komuna qendrore bllokuar ende? Jo, tani qëndrojmë por do ta shlyem atë borxh. Kemi strategji se si do ta shlyem, dhe nuk është e vërtetë se këshilltarët aq gjatë janë pa kompenzim, por jo, nuk është e vërtetë. Shumë shpejt ata plus janë përmbarues të gjithë. Jo, nuk janë të gjithë, janë një pjesë dhe janë të gjithë BDI-s. Dhe kjo do të marrë epilog shumë shpejt dhe ne kemi premtuar se shumë shpejt do ta mbelim edhe atë çështje. Mandatin nëse e merrni mandatin e ardhshëm? Po, jo, shumë shpejt, jo mandati I vjen 4 vjet. Shumë shpejt do të thotë çështje do të deri fund vitit.